Gjykata speciale në Hagë e ka liruar me kusht Isni Kilajin, të akuzuarin nga dhomat e specializuara për pengim të drejtësisë dhe ndikim në dëshmitar në çështjen Thaçi. Në vendimin e gjykatës speciale bëhet e ditur se janë plotësuar të gjitha kushtet që ish kryetari i Malishevës të lirohet me kusht në Kosovë. Gjykatësi konstatoi se rrethanat kishin ndryshuar që prej rishikimit të paraburgimit të zotit Kilaj në tetor 2025 dhe se mbajtja e tij në paraburgim nuk ishte më as e arsyeshme as proporcionale. Megjithse gjykatësi konstatoi se ekzistonte një farë rreziku që në qoftë se lirohet, zoti Kilaj mund të pengojë ecurinë e procesit ose të kryejë vepra penale të tjera. Ai arriti në përfundimin se në rrethanat konkrete e drejta themelore e zotit Kilaj për liri peshon më shumë se këto rreziqe. Ndër faktorët e tjerë, gjykatësi mori parasysh se koha që zoti Kilaj ka kaluar në paraburgim në këtë moment e tejkalon dënimin minimal sipas ligjit me të cilin ai do të përballej në qoftë se do të shpallej fajtor për veprat penale për të cilat është i akuzuar. Gjykatësi gjithashtu mori parasysh se nuk është paraqitur asnjë provë që tregon se zoti Kilaj ishte orvatur të pengonte procesin gjatë periudhës së lirimit të tij të mëparshëm me kusht në vitin 2024, se ka përfunduar paraqitja e provave në çështjen prokurori specializuar Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit dhe se rreziku që zoti Kilaj mund të ndikojë në dëshmitarët e prokurorisë në çështjen 12 është shumë i ulët, duke marrë parasysh rrethanat e tyre specifike, thuhet në arsyetimin e gjykatës speciale në Hagë. Për lirimin e Kilajt ka reaguar dhe kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj. Ai e ka quajtur këtë një lajm të madh. Limaj u shpreh se shpreson që lajmet pozitive nga Haga të vazhdojnë dhe të përmbyllen me fitoren e drejtësisë dhe lirimin e të gjithë bashkëluftëtarëve të tij. Një lajm i mirë për familjen, për Malishevën, për Kosovën, për gjithë bashkëluftëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sot përkohësisht është liruar nga gjykata e Hagës komandanti i brigadës 122, një nga drejtuesit e famshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, miku ynë Isni Kilaj. Shpresojmë e besojmë, lajmet e mira kanë filluar e do të kulmojnë me lirimin e gjithë bashkëluftëtarëve të cilët padrejtisht vazhdojnë të mbahen në Hagë.